Pra si kuptuat që Unë e kuptova sepse nga Amerika gjithmonë flisnin pothuajse një herë në javë në kamera. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. E merja në telefon. Pak nga pak filloi, domethënë, unë fillova të kuptoj që të tjera gjëra i thosha unë, të tjera më pëlqejnë. Në qoftë se për shembull unë i thoja që ore po duhet ta bësh këtë këtu ose si e ke bër këtë. Për çdo gjë, për shembull, ku ke qenë, ç'a ke bër. I thoja unë për shembull nga fisi, se ne jemi fisi i madh, edhe njëri martonte vajzën, tjetri djalin, njëri linte, tjetri bënte baptistje, domethënë vaftizëm, si i thoni juve, pagëzim, edhe unë domethënë nga që isha larg, doja të dija, jo për thashë them, vetëm nga dashuria që kisha gjithmonë për familjen, doja të dija se ç'bëj dhe doja të dija domethënë se sa mirë ishte familja ime. Për të mbajtur një lloj kontakti të vazhdueshëm me familjarët. Edhe filloi domethënë që nuk mbante mend ose fillonte një muhabet e linte në gjysmë. Dhe natyrisht nga që ishte jashtëzakonisht i zgjuar dhe shumë i edukuar dhe shumë i lexuar, që ta marrësh në mend që kur që i vogël ai lexonte ato enciklopeditë që ishin me 2000 faqe, natyrisht sepse ka punuar edhe në Mjalduri dhe ai bënte vet ato librat. Edhe ne i thrisnim Don Kishoti, sepse ishte jashtëzakonisht i zgjuar, i dinte të gjitha. Don Kishoti i fisit. Po, Don Kishoti i familjes. Për fisin nuk flasim se ishim fisi madh, nuk dua ta hapem aty, ne në brenda familjes tonë i thonim ashtu. Tani unë jam mbas atia. Edhe natyrisht unë nga që pëlqej dhe i besoj pak a shumë edhe zodiaket, unë jam vërgjëresh me gafore, kurse ai është peshk me gafore, që do të thotë që kishim shumë gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin, edhe ajo që ka gaforja më shumë është ndjeshmëria, dashuria për gjithë njerëzit, për familjen, edhe të japim, ne japim. Mirë, po pjesën më të madhe të kohës na kanë marrë ters, dhe natyrisht është një martesë, një përmbledhje të dy, një lidhje midis të dy zodiakëve, domethënë zodiakut edhe horoskopit, edhe vëlla im si peshk ishte domethënë shumë herë jetonte në botën e vet dhe i pëlqente e bukura, donte të krijonte. Në Greqi ka punuar për revistën, një nga revistat më të njohura të kohës atëherë, që ishte për të bërë dekorim shtëpie me kështu mobilje, me gjëra të tilla, kështu që gjithë jetën ai ka qenë kundrejt bukurisë, ashtu si dhe unë me sallon që kam punuar, natyrisht kemi qenë më tepër në këtë fushë, por kjo nuk do të thotë që dhe njerëz të tjerë janë, unë po flas vetëm për veten tonë. Do me thënë kjo sëmundje i ka filluar pak nga pak që atëhere, edhe nuk e keshim kuptuar dhe aq shumë, megjithëse kohët e fundit në 22-shin që unë erdha në Shqipëri, atëhere e kuptova që jetonte shumë keq. Jetonte keq. Jetonte keq. Me kë jetonte? Ka pas jetuar me nënën, po nëna ka vdekur në 2015 dhe që andej pak nga pak ai ka filluar, ka qenë shumë i lidhur me nënën. Edhe si i ndjeshëm që ishte, humbi dhe shoqërinë e tij se ishte vetëm. Pastaj doli dhe në pension, kështu që nuk kishte domethënë një punë që do shkonte çdo ditë ose domethënë do të humbiste mendjen, kështu që nga vetmia. Pra le të themi që ky lloj problemi lindi në fazë ose në prag pensioni, që ai filloi që të mos ishte më ai personi aktiv. Përpara pensionit. Duhet të ketë qenë sipas atyre kërkimeve që kanë bërë, ai duhet të ketë filluar mbas 2016-s, 2017-s, mbas edhe 2018-a. Po dua ta lidh pak me arsyen se pse është shkaktuar kjo, pra është sëmundje biologjike, e lindur dhe që shfaqet, sipas mjekëve flasin gjithmonë. Sipas mjekëve, ashtu si më kanë shpjeguar mua mjekët. Apo është një moment që njeriu pëson një shok, një problem ose ka pasur një jetë aktive dhe për një moment ikën nga puna, fillon edhe stresohet dhe kjo gjëja pastaj kalon në fazën tjetër. Ka të bëjë shumë ajo. Alzheimer është një sëmundje e trurit. Dementia, që thon skleroza në shqip, është
do me thënë sëmundje, do me thënë që e harron dhe nuk e memorje, kanë këto dy sëmundje janë të ndryshme, por që kanë të njëjtat efekte, do me thënë që nuk mban mend. Po demencia vjen nga pleqëria, kurse Alzheimer mund të kapi edhe 10 vjeç, edhe 15 vjeç, edhe 18 vjeç, nuk ka, do me thënë, nuk ka caqe, nuk ka kufi. Unë mendoj që nuk jam si të shtash doktoresh, por fakte shumë të mëdhaja duhet jetë vetmia. E thatë edhe juve përpara, që ishte përpara pensionit, kur doli në pension, ndaloi aktivitetet. Nga që ishte i lidhur me prindët, se dhe babai jon ka pasur sklerozën, por ai nuk jetoi shumë me sklerozën dhe vdiq 80 vjeç. Por nëna jon ka vdekur shumë e madhe, edhe ishte më shumë se 10 vjet, se kjo sëmundje të mban deri në 10 vjet, 11 vjet nëse je nga ana fizike në rregull. Vetmia mbas vdekjes së nënës, nga që nuk punonte, i vetmi aktiviteti ishte që të shkonte për të psonisur, për të gatuar për shembull për veten e tij, edhe për të shkuar në plazh, se si peshk që është i lindur në Mars, atij i pëlqente shumë deti, edhe shkonte me shoqëri mbas diteve dhe bile ka qenë shumë i shëndetshëm dhe akoma është nga trupi, nuk ka as kolesterol, as çfarë thon tension, as probleme me zemrën, nuk ka, domethënë nga ana fizike. Pas problem nga këto që dëgjojmë shpesh të moshuarit të ankohen. Nuk ka. Tashi ai është 68 vjeç. Kjo ka filluar që kur ka qenë shumë i ri, për shembull 62, 63. Shumë i shëndetshëm nga ana fizike, por nga ana mendore jo. Vetmia është numër 1. Mos aktiviteti është shumë i rëndësishëm. Ai bënte gjimnastik dhe më duket e çuditshme. Pse, do me thënë, se ai ka qenë gjithmonë i gjimnastikës, luante tenis gjithmonë. Nuk e di, do me thënë, pse ndodhi, se siç thash nuk jam doktoresh, por sipas doktorëve, ato shkojnë shumë shpejt. Do me thënë, kjo sëmundje agravon shpejt. Po. Tashti atia i filloi, do me thënë, më e theksuar mbas 2022-shit që unë isha këtu. Dhe unë kur i thonja gjëra, më thoshte që jam shumë i lodhur. Nuk duronte dot zhurmat. Të shikoni për shembull njerëzit tuaj që janë pak të moshuar ose në çfarëdo lloj moshe kur nuk e durojnë dot zhurmën, bënte kështu, nuk e duroj dot. Nuk donte shumë dritë. Nuk donte të ishte rreth e rrotull shumë njerëzve. Filloi të mbyllej brenda. Nga që kishte zhurmë Athina gjatë ditës, si çdo qytet natyrisht, ai rrinte brenda gjithë ditën, edhe natën dilte. Dilte vetëm kur kishte qetësi. Qetësi, se i pëlqente të hecte. Edhe nuk ishte drita të shumta, domethënë që e merrja unë telefon, nuk ngrinte telefonin kohët e fundit. Nuk e kuptonte se si ta hapte telefonin. Dhe kur kishte ardhur herën e fundit, domethënë 23-shin, unë erdha në 22-shin, ai erdhi edhe një herë në Shqipëri në 23-shin për këto pronat që kishte këtu. Edhe shumë i lodhur natyrisht, e gjeta, domethënë e di që flinte në kushte shumë të vështira. Siç e gjeta unë kur erdha vjet në 24-ën, erdha në Athinë edhe e gjeta në kushte shumë të këqija. Do të thotë që frigoriferi ishte komplet bosh. As ujë nuk ishte. Që mua më bën të mendoj që ai njeri sa ditë kishte pa ngrënë. Dhe nuk kishte asnjë njeri që të interesoj. Natyrisht kur e merrja unë telefon, nuk e ngrente telefonin. Dhe nga që isha shumë i dyshuar, domethënë vendosa që të vi, dhe vajtëm psonisëm dhe filloi domethënë që të hante, mirë po kishte filluar fatkesisht të arrinte në një fazë shumë të avancuar. Dhe sa vinte gjatë ditës, për shembull, ishte shumë i qetë, e ndjente veten jashtëzakonisht të sigurt kur ishte me mua. Edhe gjithmonë më thoshte mua, mos më lër vetëm. Ti erdhe të më marrësh mua tani, nuk do më lësh vetëm. Do me thënë i zë një frikë. Por gjatë ditës ishte mirë. Gjatë natës, simptomat fillojnë që ishte shumë i egërsuar. Fillon të akuzoj, për shembull, komshia më vodhi këtë, më bëri atë dhe mamaja jona ashtu bënte, komshia më vodhi mishin nga frigoriferi, thoshte. Nuk duhet njerëzit që shikojnë gjëra të tilla të rinë dhe t'i marrin në mënyrë personale, ua si më the ti mua kështu.
ato ashu mendojnë, ashu e thonë, dhe mbas 5 minutash, mund të them dhe 1 minuti e kanë harruar. Dhe kjo sëmundje, do më thënë, avancoi jashtëzakonisht, shumë, sepse filloi të mblidhte gjëra dhe kanë manin për të ikur. Ai mblidhte valixhe çdo natë, që kam dhe video, edhe mblidhte vegla, mblidhte gjëra që do t'i sillte në Shqipëri, sepse ishin fiksuar që do vinte në Shqipëri. Është shumë e vështirë që të jetosh me një njeri që ka këtë sëmundje. Sepse njerëzit, atë që duhet të dinë dhe është kryesorja, dhe tashti që ai është në azile, sepse nuk mbahet në shtëpi dhe atje ku është një dhomë shumë e vogël që nuk mund të jetoj as unë edhe unë edhe ai në një vend që kemi vetëm një krevat, se kështu janë kushtet në Greqi. Dhe është, do me thënë, duhet të jetë në azile, dhe azilet gjithmonë, sidomos shqiptarët, i kanë shumë të keq kuptuara,